Përfaqësues të zyrës së avokatit të popullit kanë qenë të pranishëm në Shkodër pas ankesave që anëtarët e shoqatës së të verbërve kanë kryer mbi mospagesa disa mujore që kësaj shtrese i takon me ligj. Mbi 1000 anëtar të kësaj shoqate në të gjithë qarkun e Shkodrës prej disa muajsh nuk po tërheqin pagesat si pasojë e problemeve financiare të njësive vendore. Përfaqësuesit e avokatit të popullit deklaruan se ky është vetëm një takim informues që synon zgjidhjen e problemeve të kësaj kategorie. Është një shtresë që duhet mbështet dorë për krah në të gjithë drejtimet. Kjo në vend që të mbështetet të mbrohet e të përkrahet, po kalojmë në ekstremin tjetër, nuk janë në atë që i takon me ligj. Aktualisht ne po monitorojmë procesin dhe po grumbullojmë dhëna dhe po evidentojmë këto raste konkrete me qëllim që t'ja relatojmë pastaj dhe në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Mërqenies Sociale dhe Trinisë të arrijmë në një zgjidhje përfundimtare të problemit, i cili ashtu siç e keni vënë re edhe ju ka disa muaj edhe bile edhe vite që po zgjatet apo po shfaqet si problematik në mbar Shqipërinë. Problemet më të mëdha mbi këtë çështje duket se janë shënuar në komunat e qarkut të Shkodrës, ku periudha e personave të verbër, të cilët nuk kanë tërhequr pagesat, është disa mujore.